Protesta në Tiranë në ditën e 47. Qytetarët para kryeministrisë. Rama jep dorëheqjen. Qytetarët po mblidhen këtë të njëjtën në bulevardin para kryeministrisë në ditën e 47 të revoltës së tyre për largimin e Edi Ramës, ajo që nisi si një kundërshtim ndaj projektit në zonën e mbrojtur të Zvërnecit, është shndruar në një lëvizje me një agjend më të gjerë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit për shkak të korrupsionit dhe keqeverisjes. Qytetarët teksa mbajnë fjalimet e tyre përpara një godine të qeverisë artikuluan shqetësimet të cilat ata përballen. Ata u shprehen vendosur se nuk do të riqen derisa kryeministri Rama të japë dorëheqjen. Protestuesit vijojnë të kërkojnë largimin e qeverisë kryeministrit Edi Rama, ndryshimin e klasës politike dhe anullimin e ligjit 21/2024. Sipas organizatorëve dhe pjesëmarrësve, tubimet të vazhdojnë çdo ditë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Gjatë protestës, qytetarë të ndryshëm kanë marrë fjalën duke shprehur pakënaqësitë e tyre ndaj qeverisjes dhe duke kërkuar ndryshime politike. Një prej protestuesve deklaroi se tubimet do vijojnë dhe se qytetarët nuk do të riqen nga kërkesat për dorëheqjen e qeverisë. Pjesëmarrës të tjerë vlerësuan veçanërisht rolin e të rinjve në vijimin e protestës, duke thënë se ata kanë ndihmuar në kapërcimin e frikës së qytetarëve.